Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditëtar i madh. Amin. Kjo është shpallja e librit prej Perëndisë, të plotfuqishëm dhe të gjithdijshëm. Ne kemi krijuar qiellin dhe tokën dhe çka gjendet në mes tyre, me qëllim të plot dhe me afat e caktuar, për mohu siç magen nga ajo që u është paralajmëruar. Thuaju atyre, me tregoni ju për ata që i adhuroni, pos Perëndisë. Me deftoni ju se çka kanë krijuar ata në tokë, apo a kanë ndonjë pjesëmarrje ata në krijimin e qielleve. Mase në librin e shpallur para këtij Kuranit, apo vetëm ndonjë gjurmë nga dienia, nëse jeni të vërtetë. Kush është më i humbur se ata, të cilët, pos Perëndisë, u luten atyre të cilët nuk mund t'u përgjigjen deri në ditën e Kiametit, e ata janë të pakujdesur ndaj lutjes së tyre. Kur të ringjallën njerëzit, ata të adhuruarit, pos Perëndisë, do të jenë armiq të tyre adhuruesve dhe do ta mohojnë adhurimin e tyre. Kur t'u lexohen ajetet tona të qarta, mohuesit thonë për të vërtetën, posa të dëgjojnë. Kjo është madje e qartë. Ose ata thonë, ai Muhamedi trilloi atë Kuranin. Thuaju atyre, por, nëse unë trilloj atë, ju nuk do të mund të më ndihmoni asgjë nga dënimi i Perëndisë. Ai di më së miri përse gjyteni në trillime për të Kuranin. Mjafton ai dëshmitar mes meje dhe jush. Ai është falës dhe mëshirues. Thuaju atyre, unë nuk jam i pari profet i ardhur në këtë botë dhe unë nuk di çka do të ndodhë me mua ose me ju. Unë ndjek vetëm atë që më është shpallë dhe unë jam vetëm paralajmërues i qartë. Thuaju atyre, me thuani ju mua se çka do të bëhet me ju nëse Kurani është prej Perëndisë, e ju e mohoni, e ka dëshmuar për të dikush prej bijve të Israelit në shembullin e tij e besoi, kurse ju u bët mendjem dhe nuk besua. Me të vërtetë, Perëndia nuk e udhëzon në rrugë të drejtë popullin zullumçar. Dhe, mohuesit thonë për besimtarët, sikur të ishte ndonjë e mirë besimi në Kurani, ata nuk do të na kishin të kaluar në këtë. Nga se ata nuk u udhëzuan me të në rrugën e drejtë, me siguri do të thonë, ky është trillim i lashtë. Para Kuranit ka ekzistuar libri i Musait, overfyes dhe mëshirë. Ky Kurani, libër vërtetues i librave të shpallur në gjuhën arabe për t'i paralajmëruar ata që bëjnë zullum dhe për t'i sqariquar bamirësit. Me siguri, ata që thonë, Zoti ynë është Perëndia, dhe pastaj qëndrojnë në rrugën e drejtë, për ta nuk ka kurfar droja dhe as që do të pikëllohen. Ata janë banorë të xhenetit, në të do të qëndrojnë për herë, dhe ky do të jetë shpërblim për atë që kanë punuar. Njeriut i kemi rekomanduar mirësi sjelljet e mira ndaj prindërve të vet. Nëna e ka mbajtur me mund dhe lindur me mundat. E mbajtja dhe të dhënë i gjie është 30 muaj, e kur të arrin në moshën e pjekurisë dhe ti mbush 40 vjet, ai thotë: O Zoti im, më nxit që të falenderohem me dhuntin tënd me të cilën më ke dhuruar mua dhe prindërit e mi, dhe që të bëj vepra të mira, me të cilët ti do të jesh i kënaqur, dhe bëni të mirë pasardhësit e mi. Unë me të vërtetë pendohem kthehem te ti dhe unë jam musliman. Ata janë të atill, prej të cilëve ne i pranojmë veprat e mira të tyre, e i kapërcejmë veprat e tyre të këqija nuk i dënojmë për to, ata do të jenë banorë të xhenetit. Ky është premtimi i vërtetë që u është premtuar. Ai që ka thënë prindërve të vet, ufju. Apo më premtoni se do të ringjallen kur para meje kanë kaluar shumë gjenerata e nuk janë ringjallë. Ata prindërit i drejtohen Perëndisë, për ndihmë duke i thënë pasardhësit, kuku për ty nëse nuk pendohesh. Beso, me të vërtetë, premtimi i Perëndisë është i sigurt. Ai pasardhës si përgjigjet, këto janë vetëm për Allat e lashta. Ata janë prej atyre, ndaj të cilëve është plotësuar fjala e dënimit mbi popujt, qindët e njerëzit që kanë qenë para tyre, sepse ata, me të vërtetë, janë shkatëruar. Për të gjithë do të ketë shkallë të caktuara, për atë që kanë punuar, për t'i shpërblyer dhe dënuar sipas veprave të tyre, e nuk do t'ju bëhet atyre pa drejtësi. Kujtoj ditën kur ata që kanë muar i ekspozohen zjarrit e u thuhet atyre: ju keni shfrytzuar kënaqësitë tuaja në jetën tuaj në tokë dhe jeni kënaqur me to, sot do të ndeshkoheni me dënim të pëshëruar, nga se jeni madhështuar në tokë pa kurfar të drejtë dhe nga se keni bërë ngatëresa. Kujtoje vëllain Adit Hudin, kur e paralajmëroi popullin e vet në Akaf, e ka pasur paralajmërues edhe para tij edhe pas tij kur u tha atyre: adhuroni vetëm Perëndin. Unë, me të vërtetë, druaj se do t'ju godet dënimi i ditës së madhe. Ata u përgjigjen: vallë, a ke ardhur të na shmangësh neve prej vynive tona? Silla atë dënim që po na premton, nëse thua të vërtetën. Ai u tha atyre: vetëm te Perëndia është dienia e dënimit, e unë vetëm u lajmëroj juve me atë që jam dërguar, por unë po shoh se jeni popull i zhytur në ignorancë. Kur e pan atë ren, dënimin që u duk dhe që vinte në drejtim të lubinave të tyre, thanë: kjo ren na sjellsh ju neve. Hudi tha: jo, kjo është ajo që ju e keni shpejtuar, frymën e të cilën ka dënim të dëmshëm, e cila, me urdhërin e Perëndisë, shkatëron çdo gjë. Në mëngjes u pan vetëm shtëpiat e tyre të zbrazëta, kështu ne e ndeshkojmë popullin mëkatar. Ne i kemi vendosur ata në aso gjendje të vojliqme, në çfarë nuk u kemi vendosur juve o Mekas dhe u kemi dhënë atyre të dëgjuarit, të pamurit dhe zemrën mendjen,
por as të dëgjuarit e tyre, as të pamurit e tyre, as mendja e tyre, nuk u kanë sjell kurfar dobje, nga se mohuan argumentet e Perëndis, ata i goditej ajo me të cilën talëshin. Me të vërtetë, ne i kemi shkatëruar vendbanimet për rreth jush, e madje edhe u kemi shpjeguar atyre, në mënyra të ndryshme argumentet tona, për të kthyer ata prej mohimit. Përse ata i dhujt nuk u ndihmuan atyre, të cilët i kanë marrë pos Perëndis për afrues ndërmjetësues të Perëndia. Por ata nuk ekzistuan. Këto ishin vetëm gënjeshtrat e tyre dhe ato që shpifnin. Dhe kujtoju atyre kuën kur ti dërguam ty disa gjinde për të dëgjuar Kur'anin. Kur morën pjesë në të dëgjuarit të Kur'anit, ata i thanë njëri tjetrit, eshni. Kur përfundoi të lexuarit, u kthyen te populli i tyre si paralajmërues. Ata thanë, o populli ymë, na dëgjuam librin të shpallur mas Musait, i cili vërteton se janë të vërteta edhe ato para atij, i cili uzon kohë vërteta dhe në rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni ju krishtarit të Perëndis dhe besoni atij. Ai do t'u afal disa mëkate tuaja dhe do t'ju shpëtoj prej dënimit të dëmshëm. Ai që nuk i përgjigjet krishtarit të Perëndis, të atill nuk do të mund t'i ikin atij në tokë dhe për ta s'ka mbrojtës, pos Perëndis. Ata janë në humbjet e madhe. A nuk shohin ata që Perëndia, i cili krijoi qiellin dhe tokën, i cili nuk është lodhur në krijimin e tyre, është i poshtetshëm të ngjallë të vdekurit. Po, me të vërtetë, ai është i poshtetshëm për çdo gjë. Kujtoju ditën kur ata që kanë mohuar do të ekspozohen zjarrit të u thuhet atyre, vallë, a nuk është kjo e vërtetë? Ata thonë, po, pasha Zotin ton. Ai do t'ju thot atyre, pra, shijoni dënimin për mohimin që keni bërë. Ti bëhu i dërueshëm o Muhamedi ashtu siç kanë duruar me këmbënguje pejgamberët e tjerë dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ta. Atë ditë kur të përjetojnë atë që u është premtuar atyre dënimi, do të duket atyre se në këtë botë kanë qëndruar vetëm në çast të ditës. Kjo është shpalje. Kush do të shkatërohet tjetër, pos popullin nga trestar.